Ta njëftojmë në skenë ish komandantin e UÇK-s në zonën e Dugagjinit, zotri Ramush Haradinaj, një ndër heronjtë të udhëheqësit më të shuar të luftës tonë për liri, që të ndojmë me ne fjalë të zemrës në këtij të shenjtë fundimore. Spari nderuar familje Limani, familje e herojt kombit Fadil Limani, të nderuara familjet dëshmorëve të Gërgoqit, se ka dhe tjerë dëshmorë, të Dushkajës, familje dëshmorëve që ka shumë, të nderuara familje dëshmorëve gjithë kombit që jeni prezent, dashur bashkëluftar gjallë, invalid, Gjavit Jashari, përshëndesh në emër shoqatave, Gjenal, Ilas Tërguti, gjithini në shpinë e juj. Ne, vërtet këtu, kemi arë me ndërrue kujtimin, ditën, kur ra heroikisht në luft, një luftar shqiptar i Zoti, një komandant i Zoti, ai që vërtet i bëri nder kombit, Fadil Limani. Nderimi për Fadilin sot, për komandant Tigrin, bëhet i plot me prezencën e gjithë juve. Edhe vërtet është nder që keni ardhur gjithë. Faleminderit shumë Ali, bashkëluftari yni Ali Ahmeti. Faleminderit kryetar Bashkim Ramosha, komandant Mus, Ashgan, këtu me lënë kon pa e përmen, po e kemi edhe një bashkëluftar të Fadilit, pandashëm, Bujar Rukimerin, ma herët ishte këtu dikon, është bujari këtu alo. Këto janë bisedat për luftën në Kosovë. Ne, këtë familje, këtu ku jemi sot, e njohim Rafshit Dugagjinit si një familje vërtet kombëtare, patriotike, shqiptare, pa thyshme, as pej Krajlit parë, as pej Titës, kur se ka thy këtë familje. Kam dëgju pej pleshve, fjalët më të mira, të mojshme, vlerësimet më të larta për këtë familje. Ka qenë rasti që jam taku me Fadilin edhe kemi qenë edhe shok banke, nuk di sa i din disa këtu, edhe organizatorët, ndoshta si din këtu, po kemi qenë shok banke këtu në Gjakov. Fadili ishte i leqitun, se kishtë dalë në Shqipni, që ashtu ka qenë edhe Gega, i Markalleshve, edhe unë e visha për një familje me behone atër, se a gjallarët e këta ishin kundër pushtit, edhe jemi ullë 3 vetë, 3 i rëdenta, më fali se i qova kishtë ashtu. Kemi qenë shok banke. Gjithë kohën, poshtë mësimit, i kemi folë punë tonat shqiptarëve. Kalun shumë vjetë, edhe më rritëm një moment, kur mujshim me kriju njësi të reja të UÇK-s. Pra, veç kishim bodo baza. Vëllëgjani ish, Jablanixhavi që ish ma herët, e fillum Smoliqen, po kishim nevojë edhe për njësi të reja. Për këtë organizatorën, se nështë si kanë kalzu, ideja ka qenë jemi marrë të Fadili, edhe për ju tjere që jeni këtu, se unë e kam njohë në bankat, shkollës, mesme, edhe kam diti cilës familje dhe kush a i djarë. Edhe i ku marrë një 2-3 kolegë, ju ka marrë keni me arë me mu, se i kem 2 vena ku mu i me shku. Pra një është këtu, në Gërgoq, të Fadili që e disha që është shqiptar, është familje shqiptare dhe mu i jep armët. Se ka qenë shtirë me jep diku i armë, në atë shtatën, halas ka qenë ajo koha, me njëherë mas aksionit përgjithshëm që kuna i madhin gjithë Kosovën. Kur ka marrë në Gërgoq natën, me Lahin, me Regjefin, me Dautin, shti edhe kush ka qenë tjetër, lyp shpijat, na ka dalë Shamia, që ku Shamia këtu? Kur dulë Shamia, unë e disha kështë Shamia, se datë herë kam pas dit, po fort Tirani e në gjohë me Shamin s'kom pasur me Fadilin. Edhe, që është tash mu këtu i thatë, kishim marrë dhe këtu, Shamia thash, për këtë punë ke marrë. Po dhe një avlonë do pushk, e dim kushini, pusht janë të UÇK-s, janë shqiptarëve, kunder armiku tonë, apo i merë një merë. Tha, qaj ki, tha, bjeri këtu, a na kemë marrë Shqipallë, i kemë edhe do tonë, tha, do push, darë, anë regullje, edhe me kaq kemë fillu e punën. Prej kësaj dite, edhe prej kësaj kohë,
Fadili ka veç shumë detyra të rëndësishme. Një për detyrave ka pas edhe me kriju njësi pak ma elitare. Edhe shpesh herë ka bo këte, pra ka kriju njësi elitare. Këto njësit elitare, disa kanë qenë më të vogla, kanë pas detyra këtu, po në një moment caktum e kemi shku pak ma avancum, ka qenë ideja dhe ti, e kjo një batalion, një njësi më të madhe, stërvitun e gatshme me bo sulme më të madhe frontale me dëpërtu në zonat armikut, pra batalioni par sulmus. Në atë ko e ka qujtaj, i ka dhënë emrin Tigrat. Ky batalion i ka dhënë ushtar, i ka dhënë ndihmë edhe kosharës, një pjesë e tyre ju kanë bashku atje, një pjesë kanë këthy në luftë. Por, une për fund, për luftën në Maqedoni nuk di me folë, se s'kam qenë atje, as për Preshev nuk kam qenë atje, sa i përket Kosovës, Fadili e ka dhe një merit, dhe kjo është ndryshe nga gjitha tjera ndoshta. Sa po ka përfundu lufta, me njerë ende sërp nuk kanë qenë tërhekun krejqisht, a i ka ripari dhe ka kërku transferim. Ka qenë me shërbim dikon këtej, në Gjakov, dhe në zonën ku isha unë, ka kërku transferim një shtokë. I shtoku ka qenë një zonë ndryshe, pra pavija e pejesh. Edhe, i thash, po pse transferim atje, tha? Po, shkoj tha, ne, tha. A është ta zonë duka gjinit atje, thash, po. A kërkoj transferim një shtokë. Dhe thonë dhe nuk s'po ta ku, as mi thonë po as jo. E mirë po, me një herë është duk, me një pjesë madhe bashkëluftarëve të vetë, ka qëndru me ditë tana një shtokë, ka flajt natyrë, ka nejt natyrë, nuk ka pas as të re, ashtu, edhe kuptohet, pas një kohë e ka kry detyrën. Tani, jo Gërgoq, i një vend që dini venderu, edhe unë i falenderoj që i keni bo plak djallit juj, keni bo mirë shumë. Fadil Limani meriton plak, kudo ku ka shqiptar, i falenderoj shqiptar Maqedoni, ushtin shqiptar kombëtare bashkëkohore e tij, që i kanë bo shtatorë në vaksinë, po besoni, kudo që ka shqiptar, me i bo një plak, këti luftari e meriton, pra shembull ma i mirë i luftari shqiptar, Zor Mexheti, komandant shqiptar, i cili këtë detyrat i ka kry, edhe i ka kryje në shërbim të detyrës, jo të komandës. Thuhet që ekziston një urdhër dikun një perandorve, edhe që ju kanë da atyre që i kanë kry detyrat pa urdhër. Ama ajo është urdhër, pra një merit, një dekorat, që i ndahet ati që i ka kry detyrat pa urdhër. Pra i ndahet një urdhër, unë kam dhejën sot në këtë rast dikuj, pra nga batalioni që ka kryu Fadil Limani, komandant Tigri, bashkëtari ynë, heroi i kombit, ti ndaj dekoratën me besim zotat dhe e shtetë, për me shprejë me njojën ti me të thellë, për kontributin veçantë dhe merita e zakonshme në avancimit çështjes sonë kombëtare. Pra me dalë besim zotat dhe e shtetë, batalioni parë sulmues i zonës operative Dugagjin, Tigrat. Po, besoj, a do në vllati apo jari? Hajde merre vllati. Lavdi Fadili.